Dje banorët e Big Brother VIP Kosova u bën horë me përgjigjet që i dhanë në pyetjet shumë bazike. Një nga momentet më të komentuara erdhi nga Alba Pollozhani, e cila gjatë sfidës nga vëllai i madh u pyet se me cilat shtete kufizohet Kosova. Teksa përmendi sakt Malin e Zi, Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ajo befasoi publikun duke përfshirë edhe Bullgarinë, një huqje e madhe pasi Kosova nuk ka kufi me këtë shtet. Gabimet e Albës nuk u ndalen këtu. Ajo ngatroi datën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duke thënë 18 shkurtin në vend të 17 shkurtit, dhe më pas nuk arriti të njëjsh presidentin Ibrahim Rugova, duke ngatruar atë me Hashim Thaqin. Ndërkohë, edhe Eliona u përball me vështirësi gjatë një sfide tjetër, ku nuk arriti të tregante se çfarë përfaqëson FSK-ja, Forca e Sigurisë së Kosovës, dhe nuk njohoi disa nga figurat më të njohura publike si Ismail Qemali, Ilir Shaqiri dhe ish-presidenten Atifete Jahjaga, edhe pse i kishte përpara në fata. Kur jemi te çështja e presidentit, lëndrimi ishte i bindur se edhe Albin Kurti është i tillë. Edhe Benita u përball me një sfidë të ngjashme, ku loja me fotografi kërkonte identifikimin e figurave të njohura historike dhe kulturore shqiptare. Ajo nuk arriti të njeh Naim Frashërin, poetin e madh dhe një nga figurat më ikonike të kulturës dhe letërsisë shqiptare. Ajo madje nuk e ka ditur edhe rezultatin e disa llogaritjeve matematikore shumë të thjeshta. Nga ana tjetër, Lavina Trexha u ngatrua kur u pyet se ku Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin shqiptar në vitin 1443, duke përmendur Lezhën dhe Fushkrujen, ndërkohë që historia njeh qartë Krujen si vendin e saktë. Ndërsa një pyetje logjike ku një gjall bënte një vezë mbi mur e gjeti Labin duke analizuar seriozisht një situatë që në fakt ishte një kurth i thjeshtë. Lista huqjeve u plotësua edhe nga muzikanti Ardet Stafa, i cili nuk arriti të tregante se bifurkacioni ndodhet në Ferizaj, as të përmendte fshatrat e këtij qyteti apo prioridin e kampionës olimpike Nora Gjakova. Por surpriza më e madhe ishte kur si profesor muzike nuk arriti të tregante autorin e himnit kombëtar të Shqipërisë.